Etër të nderuar, të dashur motra dhe vëllezër. Rrugëtimi ynë drejt Pashkës kalon në disa etapa, ku secila prej tyre ka një kuptim dhe një rëndësi të madhe. Në këtë periudhë ne ftohemi jo vetëm të reflektojmë, por edhe të përpiqemi të veprojmë. E fillojmë periudhën e triodit me të dielën e tagrambledhësit dhe fariseut. Vazhdojmë me atë të djalit plankprishës, pastaj me të dielën e gjykimit të fundit, dhe sot kujtojmë dëbimin e Adamit nga parajsa. Si që thotë Shën Grigor Pallamai, koha e kreshmës nuk është thjesht një kohë e heqjes dorë nga ushqimet, por një kohë rikthimi në shtëpinë e Atit, nga e cila u dëbuam për shkak të mosbindjes. Kjo diel na fton të kujtojmë dinakërinë e gjarprit, gjuhën dhe grackën e përdorur prej tij. Kujtojmë veprimin e nxituar të gruas dhe menjëherë pas saj edhe të burrit. Fshehjen e tyre kur dëgjuan zërin e Perëndisë dhe së fundmi justifikimin dhe akuzën që Adami bëri duke thënë: "Gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë hëngra." Zoti i thot gruas: "Pse e bëre këtë?" Ajo i përgjigjet: "Gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj." Nëse ndalemi të reflektojmë tek këto rreshta, besoj se të gjithë do ta gjejmë veten tek përgjigjet dhe reagimet e tyre. Sa herë ne përdorim gjuhën e gjarprit, kur fillojmë të bëjmë pyetje që duken si të pafajshme dhe dashamirëse, por nga ana tjetër nxisim të tjerët që të flasin. Shën Joan Gojarti na paralajmëron ashpër duke thënë: "Gjuha është një thikë e lyer me mjalt. Ajo vret në heshtje nderin e vëllait tënd, ndërkohë që ti buzëqesh." Sigurisht që nuk e përdorim këtë gjuhë ndaj atyre që ne realisht i duam, sepse menjëherë bëhemi protektiv kundrejt tyre. Por e përdorim me ata që nuk i duam, ose kur me hipokrizin tonë shfaqemi atë që ne nuk jemi. Por nxisim dhe thrasim bisedat tona, i tjerim në mënyrë të tillë që të tjerët të thonë ato që ne duam, duke u bërë iniciator të një makinerie fjalësh. Ose herë të tjera, ne fillojmë të mos pranojmë gabimet dhe veprimet tona, si Adami. Fillojmë të akuzojmë tjetrin, që është përgjegjës sepse dikur na ndihmoi ose na udhëzoi. Apo si Eva, themi që dikush na gënjeu dhe ne jemi të pafajshëm për mos neglizhencën tonë dhe për mos vigjilencën tonë. Shënefrem Siriani thotë: "Mjera i njeri që përdor gojën e tij për të fshehur plagët e veta dhe për të zbuluar ato të tjerëve." Këto na sjell ndërmend e diela e sotme, mëkatin e parë, të cilin ne e përsërisim çdo ditë me sjelljen dhe me jetën tonë. Kur ne fillojmë të gjykojmë dhe të japim vlerësime, dhe me lehtësi gjykojmë vëllain dhe motrën tonë, ndërkohë që nga ana tjetër ne bëhemi agresiv dhe nuk pranojmë asnjë kritik dhe gjykim nga të tjerët. Kisha e vendos këtë të diel përpara fillimit të kreshmës së madhe, duke na kujtuar të gjithëve se prishja e marrëdhënies son me Perëndin sjell largimin ton prej tij, sepse krenaria dhe egoja jon është shpesh më e fortë se dashuria jon kundrejt Perëndis atë. Shën Siluan Athoniti thoshte me dhimbje: "Shpirti që nuk e do armikun dhe nuk e fal atë, nuk mund ta njohë Zotin, sepse Zoti është dashuri dhe falje." Prandaj fillimi i kreshmës dhe e gjithë periudha deri drejt Pashkës është një periudhë që na fton në pendim, në përullësi dhe dashuri, duke na hapur rrugën për kthimin ton tek Ati. Është kjo e diel që na fton të themi më fal. Tek fragmenti i sotëm i Ungjillorit Mathe lexuam të thuhet: "Nëse u afalni njerëzve fajet e tyre, do t'u afal edhe juve atë juaj qiellor. Por nëse nuk u afalni njerëzve fajet e tyre, as atë juaj nuk do t'i fal fajet tuaja." Këto pak rreshta përmbledhin gjithë lirinë dhe përgjegjësinë tonë. Nëse ndalemi dhe mendojmë, shikojmë që Perëndia na lë të lirë. Nuk na detyron të veprojmë, por na lë të lirë të zgjedhim. Ne jemi të lirë të bëjmë atë që ne mendojmë, por në të njëjtën kohë Perëndia na kujton
të mbajmë përgjegjësi për veprimet tona. Ne jemi të lirë të haprim zemrën tonë duke falur dhe duke mbushur jetën tonë me dashuri dhe paqe. Në të njëjtën kohë, ngurtësimi që i bëjmë zemrës sonë, kur egoja dhe krenaria jone e skajshme na robëron dhe na largon nga Perëndia atë. Shën Isak Siriani na mëson se paqja është një thesar që mblidhet me heshtje dhe ruhet me përullësim. Sa për njeriu fillon të gjykojë, ky thesar humbet. Ne kemi mundësi të vendosim masën e gjykimit tonë, nisur nga veprimet tona. Shpesh herë, secili prej nesh gjendet në situata që duhet të reagojë dhe të mbajë qëndrim. Kjo na ndodh në familje, në ambientin tonë të punës, në shoqëri, apo edhe duke qenë në një ambient publik mes njerëzish. Ne mund të bëjmë një veprim të gabuar, ose dikush tjetër kundrejt nesh. Çfarë bëjmë ne në atë rast? Kërkojmë falje, presim që të tjerët të na kërkojnë falje, apo fillojmë të sqarojmë se kush bëri çfarë dhe kush kishte përgjegjësi. Në këtë mënyrë, ne hymë në një rreth vicioz, duke humbur kohën, paqen dhe dashurinë. Lind pyetja, çfarë duhet të bëjmë ne në atë rast? Të kërkojmë përgjegjësit, të dënojmë fajtorët. Secili nga ne do të japë dhe do të bëjë zgjedhje të ndryshme. Pikërisht, kur të ndodhemi në këtë moment, le të pyesim veten, çfarë do të donte Krishti që ne të bënim? Por, a është e thjeshtë të kërkojmë falje? Të falësh mund të duket e lehtë teorikisht, por në realitetin dhe mentalitetin e vendit tonë, shpesh është një nga gjërat më të vështira për të kryer. Kur dhimbja është e freskët, ajo bën që falja të duket si një tradhti ndaj vetes, apo kur frika si do të përsëritet e njëjta situatë na robëron në mosbesim. Duhet të kujtojmë fjalët e Shën Joanit të Kronshtantit. Mos u bëj i egër ndaj atij që ka gabuar, sepse edhe ti je i mbushur me plag. Shiko tek vëllai tënd, imazhin e Zotit që po vuan nën peshën e mëkatit. Të mbash mëri është një lloj si të pish hel dhe të presësh që tjetri të vdes. Falja nuk është gjithmonë një akt i menjëhershëm. Shpesh është një proces tek i cilin e duhet të jemi iniciatorët, dhe të japim mundësi Perëndis të na ndriçojë dhe të na ndihmojë. Falja nuk do të thotë detyrimisht të harrosh, por do të thotë të mos lejosh që e keqja e tjetrit të kontrollojë paqen tënde. Ne mund të shohim faljen si çlirim personal, jo thjesht si një dhuratë për tjetrin. Kur bëhemi empatik, e kuptojmë se të gjithë gabojmë. Kur e zgjedhim paqen tonë personale dhe kolektive mbi konfliktin, ne zgjedhim jetën. Ndërkohë që përpiqemi çdo ditë të sigurojmë të mira materiale ose të zotërojmë atë që mendojmë se na takon, ne harrojmë se koha po rjedh. Kur na shkon çdo orë, çdo ditë dhe javë mes ëndrash dhe parashikimesh, duke mos gëzuar ditët që jemi duke jetuar, ne po mbledhim thesar në tokë. Por ku qëndron zemra jonë? Adami e humbi parajsën me një kafshat krenarie, ndërsa ne mund të rifitojmë atë me një fjalë për ullësie. Sot, përpara se të nisim rrugëtimin e kreshmës, le t'i themi njëri tjetrit me zemër të thyer më fal. Le të mos mbetet kjo një fjalë e bukur zakoni, por le t'jetë çelësi që na hap derën e mbyllur të parajsës. Të mos bëhemi të egër në gjykim, por të butë në pendim. Le të kthejmë vështrimin nga mëkati dhe nga thesari i vërtet, paqja e brendshme dhe dashuria, që të mund të shijojmë dritën e ngjalljes dhe rikthimin në shtëpinë e Atit. Dhe së fundmi, vëllezër dhe motra, le të sillim ndërmend lutjen zotërore. Dhe falna fajet tona, sikundër dhe ne u afalim fajtorëve tanë. Me që jemi në këtë moment reflektimi dhe ndjese të ndërsjellët, unë ju kërkoj falje të gjithëve. Nëse u zgjata, isha i lodhshëm, apo për veprime, mos veprime dhe sjellje të mijat. Lutuni për mua, që ky rrugëtim i kreshmës të na gjejë të gjithëve me zemër të pastër, kreshmë të mbar dhe pashkat të na gjejë gëzuar. Amen.